Kështu që mendoj se një ndeshja u luajt, patjetër Belgjika nuk trishet lehtë, është një ekip me karakter, është një ekip i përbërë me kampion brenda, pavarësisht se problemeve të tyre në këtë tranzicionin e gjeneratave, por duket që ndeshja ka shkuar drejt barazimit, edhe mendoj se është rezultati drejt. Çobani, një skuadër individualitetesh kjo e Belgjikës, ka emra të mirë aty. Që nga Porta, Sulmi po ashtu që luajmë Manchester City me ka disa, 4-5 të paktën janë shumë mirë, po prapa ai grupi nuk po krijohet. Belgjika ka qenë gjithmonë ai skuadra simpatike, po nuk shkon. Ai grupi i famshëm që ka qenë, ata janë përsëri prezent. Për shembull, pas sot hyri Lukaku, De Bruyne apo domethënë kanë vite që luajnë, kanë rreth 10-15 vjet që luajnë, po nuk është më ajo Belgjika e frikshme që ishte para disa vitesh. Prandaj them që mund ta quajnë çik të plakur si skuadër Belgjikën, dhe se dhe Egypti, mos të themi, nuk është nga ekipet më të mira të Afrikës. Nuk është si Maroku, nuk është si... Nuk ka, edhe kampionët e Marokut nuk i ka në fush, por kishte gritë, lojtarët ishin me tem të lartë të... Në këtë ndeshje që pamë, domethënë në pjesën e parë, Egypti ishte, domethënë, më cilësor, por jo vetëm për golin që shnoi, por edhe për ato dy momentet e tjera që kishte. Edhe Belgjika i kishte rastet e saj. Domethënë, me aq sa pam, unë do thosha që për mua ishte një rezultat i drejtë. Edhe duke parë edhe përbërjen e grupit, them që të dyja skuadrave ndoshta u interesonte kjo pikë. Sepse them që ato dy skuadrat e tjera, ata kanë Iranin dhe Arabinë Saudite, më duket. Them se këto të dy tjerat i kalojnë edhe dalin si dy skuadrat para në grup. Interesante. Klajm, kush mendon duke i ndarë në kontinent, Europa dhe Afrika, për nga futbolli i rënd në kuptimin sportiv, jo në kuptimin e... Po, në një luftë sportive... Mund ta ndajmë? Mund ta ndajmë, sepse dhe nga ana fizike, lojtarët afrikanë kanë një epërsim të madhe, qoftë dhe nga ana e gjatësisë, qoftë dhe nga ana e forcës fizike, dhe si futboll është më fizik, se sa futbolli europian. Pra nëse futbolli europian është më shumë taktik, me pasa, medalje, futbolli afrikan është më i fort, më fizik, ka më përplasje. Unë vetë kam punuar dhe me lojtar me ngjyrë nga superiorja. Okej. Shumë kemi pas Christian Ban, që ishte nigerian, gati 2 metra e ca, mbi 100 kg, dhe ishte me vërtet një lojtar shumë i fort fizikisht, dhe për atë mbahej tek Partizani në atë kohë për forcën e fizikut që kishte. Bukur, Belgjika. Me që se sa më mbaroj për të ndaluar të skuadrat. Përfundoi unë pjesën e parë dhe pak minutat e pjesës së dytë ndoqa, edhe me habit më Belgjika, duke u nisur